Ti veteranëve dhe pasardhësve të Lanç në Bashkinë Lushnjë zhvilluan mbledhjen e parë për vitin 2025 në sallën e mbledhjeve me pjesëmarrjen e drejtuesve të Lanç si dhe të degëve rajonale dhe qendrave administrative të Lushnjës. Ky takim kishte një rëndësi të veçantë duke trajtuar objektivat për vitin 2025, problematikat me të cilat përballen veteranët dhe pasardhësit e tyre në jetën e përditshme, si dhe çështjen e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së simboleve të Lanç. Pjesëmarrja ishte e lartë, duke treguar për kushtimin e të pranishmëve në mbajtjen gjallë të historisë dhe trashëgiminë e saj ndër breza. Rendi i ditës përfshinte 3 pika kryesore: problemet dhe shqetësimet e veteranëve dhe pasardhësve në zonat e tyre, të cilat u diskutuan nga drejtuesit dhe përfaqësuesit e mbledhjes; ruajtja dhe mirëmbajtja e simboleve të Lanç për të siguruar që historia dhe vlerat e kësaj periudhe të mos harrohen, si dhe përzgjedhja e 4 anëtarëve përfaqësues, të cilët do të marrin pjesë më 28 mars në konferencën e përgjithshme të Komitetit Kombëtar Nderi i Kombit në Tiranë. Ky takim shënoi një nisje të rëndësishme për punën e komitetit në vitin 2025, duke vendosur baza të forta për vazhdimin e misionit të tij. Pranishmit në sallë u përshëndetën nga kryetarja e Komitetit të Lanç në Bashkinë Lushnjë, zonja Shqipe Gjoshi, e cila hapi takimin duke ftuar shokët dhe shoqet në një minutë heshtje, në nder të veteranit që humbi jetën ditë më parë, ish partizani të brigadës 16 sulmuese të MYSEQE-s, Kadri Rabia. Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi mbledhjen e komitetit, mbledhjen e radhës. Para se sa të fillojmë, do mbajmë 1 minutë heshtje për vdekjen e veteranit dhe një të pasardhës. Këtë mbledhje po e organizojmë më tepër për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e simboleve. Tashi në të gjithë rrethin kanë ngritur të gjitha organizatat e veteranëve për të dhënë pllakate përkujtimore për partizanët e të gjitha zonave. Raportin për këtë problem e mban sekretari i përgjithshëm, shoku Kastriot Saliasi. Më pas, fjalën e mori sekretari i organizatës së Komitetit të Veteranëve dhe Pasardhësve Dega Lushnjë, zoti Kastriot Saliasi, i cili citoi vargjet e bukura të poetit Dritëro Agolli për luftën dhe luftëtarët si simbol i lirisë dhe demokracisë, duke mos harruar atë çka solli lirinë e një kombi. Mbi të shenjta është ndër luftërat më të mëdha dhe me ideale humane më të larta nga të gjitha luftat